Edhe këtë vit, fermerët e fshatrave të njësisë administrative Pirk po përballen me vështirësi në tregtimin e prodhimit të qepëve. Ata shprehen se tregu ekziston, por çmimet e ulta nuk u mundsojnë të mbulojnë as shpenzimet e punës dhe të kultivimit të tyre. Hysni Balliu, një nga fermerët e njohur të fshatit Zvirin, tregon se si qepët dhe patatet që ka prodhuar i ka shitur dhe po i shet me çmime që mezi përballojnë koston e prodhimit. Çmimet si vjet kanë qenë malli ka ikur, po si ka ikur? Ka ikur qepa që nuk zem dot lekat. Patatja mund të thua se nuk i zem dot lekat dhe mund të ketë mbetur rreth 30% e prodhimit në fshatin Zvirin ka mbetur në tokë pa shkullë sot e kësaj dite se e ka dëmtuar flutura. Insekt, është një insekt flutur, edhe mbetemi mos keq. Kurse për mollën, molla ka ecur jo keq, ka ecur mirë, molla për mollën. Futen e patatet nga jashtë. E nga jashtë futen patatet. Kanë futur patatet nga jashtë. Dhe si prash e arritur, njerëzit kanë ikur. S'ka kush do t'i konsumojë. Në Shqipëri njerëzit të tjerë kanë ngelur. Fermerët kërkojnë mbështetje institucionale dhe masa konkrete për siguruar një çmim më të drejtë për produktet e tyre, në mënyrë që të mos dekurajohen nga vazhdimi i këtij aktiviteti bujqësor që prej vitesh është pjesë e traditës së zonës së Pirgut.